Selam aleikum hoxh. Dita e vdekjes është e caktuar apo ndodh rastësisht? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Njeriut i caktohet exheli para se kur do të ndërrojë jetë, qysh kur është në barkun e nënës. Kështu që çdo gjë ndodh me caktim. Dhe kur i vjen exheli dikujt, as nuk vonohet dhe as nuk ndodh më përpara. Kështu kuptohet për një ajetin në Kur'an. Po ashtu çdo njeri do ta shijoj vdekjen, pra do të vdes. Zoti i gjatësisë na tregon për këtë në Kur'an. Po ajo që kërkohet për çdo njerit është që me punu për ditën kur do të largohemi prej kësaj bote. Sepse kur njeriu ndron jetë, gjëja që e pason e shoqëron atë është puna, vepra e tij. Ajo shkon me të në atë botë. Ndërsa familja, dashamirësit, pasuria, ato mbeten këtu në dynja. Allahu na bof prej atyre që adhurojnë Zotin e gjatësisë një të vetëm. Besojnë, pasojnë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Zbatojnë urdhrat e Allahut të lartësuar, bëjnë vepra të mira në këtë dynja.